Pas denoncimit të kryetarit të Partisë Shqipëria Bëhet në qarkun Vlorë dhe Fier për rinumërimin e votave, Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve kanë vendosur verifikimin e kutisë së parë. Burimet për mediat bëjnë me dije se KAS ka vendosur që kutia e parë do të hapet në 2 qershor në Vlorë në një qendër votimi. Lapa i pak ditë më parë në rrjetet sociale u shpreh se në qarkun Vlorë dhe Fier duhet të hapen kutitë e votimit, pasi sipas tij fletët nuk kishin vula. Gjithashtu KAS ka marrë parasysh dhe 3 nga kërkesat e Partisë Demokratike, Aleanca Shqipëria Madhështore, për qarkun e Vlorë dhe Gjirokastër, ku ka vendosur të marrë si provë në shqyrtim administrativ të dhënat e votimit nga jashtë. KAS nisi shqyrtimin e kërkesës ankimore numër 38, numër 39 dhe numër 40. Shqyrtimi i kërkesave ankimore do të vijojë si më poshtë. Kërkesa ankimore numër 38, qarku Berat, do të shqyrtohet ditën e martë data 3 qershor në orën 14. Kërkesa ankimore numër 39, qarku Vlorë, do të shqyrtohet ditën e hënë data 2 qershor në orën 15 pas bashkimit me kërkesën ankimore 43 depozituar nga Shqipëria Bëhet. Kërkesa ankimore numër 40, qarku Gjirokastër, do të shqyrtohet ditën e martë data 3 qershor në orën 12, thuhet në njoftim.